Mirë se na ke ardhur në Gjakov. Faleminderit shumë, mirë se gjej. Faleminderit. Si po duket Gjakova? Shumë bukur, si tana herët. Shumë mirë. Gjithmonë ndihesh mirë domethënë kur vjen këtu. Po, gjithmonë nina mirë sepse vendlindje normal që është një vend që nuk është shumë special. Çka të bëni më ardh me këtë rast në Gjakov, duke pas parasysh që tash jemi në pandemi dhe gjithë bota është e izoluar? Po, jo më ardhë sepse managementi ka kërku një acoustic version edhe më kanë vetë më ardhë në Berlin. Edhe unë i kom të regu, ma qef ka më ardhë në Kosovë sepse kujt është konga për vendlindje, kam edhe qef pamja mu kom për vendlindje dhe për që ata unë i kom thonë, ma mirë në Gjakov mi gjëru. Aty ku njësht ti mas mirë dhe me siguri edhe gjatë gjirimeve e ke ndje kongën ma shumë, apo? Po, sepse teksti është për vendlindje dhe për mu shumë është important teksti më koni njajt sukur pamja edhe kur të këndojë në për vendlindje është ma bukur mi kalzu edhe traditin e jo vetëm me fjallë, po edhe me pamje. Si e kam prit të tjerët kongën Young Queen? Si e ke pa ti? Që kam prit të tjerët? Çfarë emocioni ju ke hap me atë këngë? Feedback ka qenë shumë pozitive, sepse besoj që është shumë important me pas një këngë për vendlindje, edhe normal unë për vendlindjen teme e kom shkrujt, po kam dëshirë krejt njerëz prej vendeve gjithkund në botë, dhe mi ndëgju këngën edhe mi pas një pride kur ndëgjojnë këngën. Domethënë nuk duhet më në ardhë keq prej nga vijim. Ti është duhet më konë krenar për vendit cili ti takuar. Po, eksakt. Edhe me i rujt ato tradita. Po, sepse unë mendoj kur e din njëri për kajt ka ardhë, mundet gjithkund me preparu njët, po është important me ditë your roots and where you come from, për me ditë ku i ka shkon njët. Më tregot si i perceptojnë Amerikanët, shqiptarët dhe kosovarët në veçantin këtë rast? Unë mendoj që shqiptarët krejt jena njerëz shumë të fortë edhe unë shumë kam respekt për këngëtarët që kanë arrit botënor, Rita Ora, Bibi Rexha, Dua Lipa, sepse janë shumë të forta, edhe Eva Max, shqiptare, edhe për mua shumë kënaqësi. Ti pretendon rrugën e njëjtë me siguri. Urna? Me qenë e famshme ashtu sikur se Rita, kemi na bërë shumë shpejt me qenë e famshme si Rita. Faleminderit. Unë kam qef më konë e suksesshme, po. Më trego pak për hurvojën tënde në Amerikë. Si po eksploron atje? Çu po gjendesh? Si e ke nis? Po, është mirë. Normal që është një karrierë shumë e vështirë, po unë mendoj që kur të mundohet njëri me zemër edhe me shpirt të qysh anything is possible. Edhe jam signed me Capitol Records, edhe jam shumë e lumtur që ata kanë besim të unë. Edhe kanë pas artista shumë të fort, edhe kanë The Beatles, J-Lo, Sam Smith, Snoop Dogg, edhe unë jam e gëzueshme që ata kanë besim të unë, edhe gëzona me bashkëpunimin. Më tregoj që është njëherë ti, domethënë që je pjesë e një labeli të suksesshëm, ti ke punuar shumë sa që je bu pjesë tonë? Po, they signed me, Capitol Records, jam me ata, edhe jam shumë e lumtur që ata kanë besim të unë, edhe kanë një gjenda shumë të ndaja, sikur The Beatles, J-Lo, Sam Smith, Katy Perry, edhe unë jam shumë e lumtur që ata kanë besim të unë me muzikën teme që punoj edhe shkruaj. Po të më këthejte gjërimi që ke realizu sot pikërisht në Gjakov, kur ka me dalë ky verzion? Kur kemi mundësi me pa të plot këtë verzion? Mendoj nashta 2 javë, 3 javë del online. Më trego edhe përvojën tënde me tekste, ti realizon tekste dhe tekste ma ditë mira, ke arrit me dhe për tu gëgja mirë në përbot. Më trego për kënd ke shkruar konkretisht? Unë kom shkruajt këngë për artiste në Japoni, në Angli, në Gjermani, në Suedi, edhe në Australi, edhe tashti kënga ma fundit që ka qenë shumë e sukseshme, ka qenë me Ava Max, Kings and Queens, e kom shkruajt tekstin, edhe melodin. Do më thënë që është një ndër këngë që ka qëndru në top lista botnore, në të rast në Amerikë. Po, ka qenë numër 8 javë dhe është një sukses shumë i madhe dhe shumë ju ngëzu, jo vetëm që kena qenë numër 1 për 8 javë, se është shumë zarë, po edhe jam shumë e gëzueshme sepse e kom shkrujt një këngë with and for një shqiptare, këngëtare që është botënor e sukseshme edhe për mu, I'm a fan of women fixing each other's crowns. Unë të falenderoj shumë për kohën, suksese për punën tënde, edhe shpresoj që shumë shpejt kemi në në Gjakov edhe me një koncert tëndi. Faleminderit shumë Nita, edhe gëzona apet me të pa edhe më fol. Pa tjetër, kënaqësi imja veçantë. Faleminderit shumë.
Thank you.